Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të respektuar të rishikues kudo që jeni dhe nga do që në ndeshni, ju përshëndes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Popujt e Kur'anit është emisioni që na përbashkon çdo javë dhe mundohemi që të shtjellojmë ndonjë tregim kuranor, ndonjë ngjarje apo për ndonjë popull dhe epilogun e tij eventualisht. E jo rastësisht në Kur'an, në librin e Allahu xhallal xhelaluhu përmenden edhe njerëz me famë që lanë gjurmë, prej tyre do t'jenë edhe kriminal të mëdhej, njerëz të këqij që Allahu i ka përmend edhe me emra, por me tekst të veçantë janë njerëzit e mirë, njerëzit që janë më të mirët e këta janë profetët, janë pejgamberët. Në kuadër të tyre ka përmendur edhe emra të tjerë, të cilët edhe nëse nuk janë pejgamber, janë në afër tyre. Pra 25 sosh në Kur'an përmenden që janë profet, për cilët unanimisht dietarët pajtohen se janë të tillë, e tretë të tjerë, Uzeri, Lukmani dhe Dhulkarneini, është e diskutueshme nëse do të jenë profet. Pra nëse do të jenë këta profet, atëherë numri i atyre që janë përmendur në Kur'an janë 28, e nëse nuk janë, pra janë vetëm 25. E nëse nuk janë profet, pse janë përmendur? Janë përmendur për ngjarjet, ndodhit, urtësitë e tyre që Allahu xhallal xhelaluhu i ka radhitur në librin e tij. Kur ishim te Lukmani që biseduam edhe në javën e kaluar për ato 11 porositë e tij të famshme që Allahu i përmend në surën që quhet me emrin e tij, në surën e Lukmanit, ne përveç tjerash patim premtuar se do të sjellim edhe disa fjalë të urta, disa urtësi, disa mençuri të Lukmanit, të cilat të gjinden të shpërndara në për libra të ndryshme, e që janë thënë prej këtij njeriu të famshëm. Do të veçojmë disa prej tyre me nga pak arsye të përmendim në komente. Po filloj me këtë, thot Lukmani, thot nëse Allahu ja do të keqen ndonjë populli, i bën ata vetëm të debatojnë dhe shumë pak të punojnë. Sa këshill interesant është. Njerëzit kur bëjnë shumë debate, shumë fjalë, shumë polemika, shndrohen pastaj, dhe ato polemika janë thjesht as pak dobipruese. Me pakta që i bëhet me fjalët e shumta, me debatet e shumta, me pakta është humbja kohës. Pra prej pasojë më të vogla do të ishte kjo, që njerëzit jepen shumë mas llafeve, mas bisedave, mas analizave, e shumë pak janë që veprojnë në mënyrë praktike. Sa shumë kjo më korrespondon me atë realitetin tonë, që shumica e kanaleve televizive fokusin e emisioneve nuk e kanë në çështje arsimore, në çështje shkencore apo në çështje edukative. Më tepër e kanë në debatet politike. Në ato debate ku shpeshherë gjithçka ka, vetëm debat nuk ka. Në ato debate që vetëm bisedat të mirëfillta nuk ka. Ato debate që din të polarizojnë, din të helmojnë shoqërinë me gjëra që nuk janë fare të dobishme. Në për ato debate, me dashje ose pa dashje, popullit i servohet më e keqja, dhe ndoshta ndonjëherë pa konspiracion mund të konkludohet se dëshira e armikut është ajo që të ndodh kjo. A jemi ne kështu apo ashtu, jemi për apo kundër fesë, apo xhamisë, apo kishës, apo kësaj,
e polarizojnë çështjen e fesë. Sa mirë populli shuhet për tolerancën dhe mirëkuptimin e bashkëjetesën ndërfetare, të tjerët duan që ta kallin këtë luftë, ta bëjnë të padurueshme, që jo të jem të gjithë njëjtë. Të jem vendas apo mërgat, bëhet ky debat aq shumë i fuqishëm sa i polarizon njerëzit dhe i bën që t'i themi njëri tjetrit ju dhe ne, ose ne dhe ata. Me fjalë tjera, bën dasi të cilat absolutisht nuk janë të vërteta. Bën dallime mes të shtresave të shoqërisë, pa pas nevojë. Bën dallime pasaj, ose i normalizojnë dukuritë negative, sepse sa i fliqur ishte një ditë një titull, kur apo bëhet trend shkurërzimi. Në vend se të flitet për të minimizuar këtë çështje, për të glorifikuar pasojat e shkurërzimit, ata donë ta binë në mesin e shoqërisë si gjëja më normale dhe apo bëhet trend kjo. Edhe kur thuhet apo bëhet trend, një ditë prej ditëve ta pyesim njëri tjetrin, ti a ke shkurëzuar ruan akoma jo? Ti akoma ke në bashkësi? Ose shoqet ndërmjet vetit të pyesin, ti akoma je bashkë? Akoma nuk je, vetëm një herë je shkurëzuar e tjera. Pra dëshirojnë që ti normalizojnë çështjet negative në shoqëri. Lukuani na tha, nëse Allahu ja do të keqen ndonjë populli, i bën ata vetëm të debatojnë dhe shumë pak të punojnë. Prej këshillave që ka dhënë djalit tij që ne i pam disa sa është përmendur në Kur'an, janë edhe këto. O birim, ruaju e mos e shoqërot të keqin, sepse ai është si shpata. Pamjen e ka të bukur, por gjurmët ose pasojat i ka të këqija. Vërtet, njerëzit kanë shumë pasion edhe pas armëve. Duken të hjeshme, i blejnë shtrejt, i reklamojnë njëri me tjetrin, qofshin ato armë të ftohta apo armë të zjarrit. Ai thot, Lukmani thot, mos u shoqëro me njerëzit e këqij, sepse njerëzit e këqij shpesh mund të kenë nga pamja tyre jashtme joshje. Mund të kenë nga pamja tyre jashtme një magnet, cilët duket se pse të mos e shoqëroj këtë, po ky sa njeri i mirë është, ky sa i arritur është, e tjera. Por në fakt, ashtu sikur thot Lukmani më porozin për djalin e tij, thot ata janë sikur shpata, vizllojnë, vezullojnë pra. Duken të mirë, duken të hjeshëm, duken të pashëm, por pasojat i kanë të mëdha. Gjurmët, plagët që i shkakton ajo armë, nuk janë vetëm të individit të i cili përfundon plumbje ose arma, pra që derdhë gjaku i tij, por është edhe tek pasarësit e tij, është edhe tek familjarët e tij. Pra nuk e ke parasysh sa mund të jesh i dëmshëm kur e shoqëron një njeri të keq. Pra fakti që një njeri ndryshon në sjelljet e tij, nuk është se ai ka gjetë një zot tjetër dhe nuk i ka pëlqyer Allahu. Nuk është se është bindur për një fe tjetër se nuk i ka pëlqyer Islami. Nuk është se ka pretendim se nuk ka tashmë ahiret, derisa dje ka besu që ka ahiret. Ku është çështja? Çështja lidhet ngushtë me diçka tjetër krejt. Shoqërimi i keq, shoqërimi me njeriun e keq të bën që gjërat e mira të duken pak të mira, të padobishme. Gjërat e këqija të duken krejtësisht normale. Dhe ti fillon dhe nga gjendja jote e mirë e mëhershme, kalon në gjendje jo të mirë. Plot njerëz na thonë, i kam falë 5 kohë namazit, tash pse nuk falesh? Dhe kur ai tregon, nuk është që tregon me mburje se
e kam kuptu që nuk pas ka Zot, e pas kam kuptu që nuk ka ahiret, që nuk ka rinjall, nuk e thot këtë, për mund me mjerim e thotë. Por s'ke nevojë ta pyesi shumë se çka ndodhi, pse ti ke lënë namazin, ky njeri është shoqëruar me njerëz që ata vetë nuk janë falë. Një ditë edhe e kanë bullizuar ti akoma falësh, ti edhe të ftoft falësh, ti edhe në këto klimë edhe në këtë kallaballok kërkon që të ndalet makinat dhe ne të falemi, ti mendon që kështu dhe ti ja mendon që me namaz arrim pasuri, e tjera, derisa ky e humb atë që do të ishte e nevojshme të mos ta humb kurrë, pra e humb namazin. Porosi tjetër është thotë, bëhu rob i të mirëve e mos u bë shok i të këqijve. Bëhu rob i të mirëve. Më mirë është të robroj një njeri i mirë, se sa të trajtoj si shok një njeri i keq, e jo të robrojme. A njerëzit, në fakt, pritojnë të bën shok me njerëz të mirë, e në një farë forme bën robër të njerëzve të këqij. Kjo është kulmi, kjo është fundi i së keqes, sa një njeri mund ta humb trendin dhe të mos duket absolutisht i arsyeshëm në çështjet e tij të kësaj jete. Pra, duhet të kesh kujdes. Ky po e shëshron. Pse po e shëshron? Po ky filani më duket se më imponon mua gjëra nga vetja e tij. Po, sepse e kem porosi urdhën për të mirë nga ndalim nga keqja. Por ti në fund të ditës, në fund të javës, në fund të vitit thuaj, shihe dhe mendo, pse je në këtë gjendje, pse je në këtë status, pse ke këtë apo atë para vetës, dhe mendo se kush t'i solli këto të mira. Shoqëria e mirë, ti e sheh se ka mund t'i ketë disa kosto. Shoqëria e mirë ndonjëherë të ka shtim mu falë kur nuk është dashur, por jo vetëm të namazit, edhe të gjërat të tjera. Shoqëria e mirë të ka privun nga disa të këqija që, ose nga disa pasione tua, nga disa dëshira tua. Mirë po ti sot, për shembull, plot njerëz që duket ai filani nuk mlinte kur rahat. Ngacmonte, shkruante, çonte libra, e tjera, po ti sot a nuk e sheh veten se ke një familje të shëndosh, a nuk e sheh veten se je i konsoliduar, a nuk e sheh veten se sa je i avancuar, ti ja po hajrin apo shirrin atyre. Jo, po këta gjë nuk më jepnin mua, këta nuk dhanë ty para, po dhanë moral. Imagjinone në këtë situatë një njeri që konsumon pije alkoolike, mos lasëm bim narkotike, tjera, dhe tjetrin që nuk i ka këto. Imagjinoje, dallimi shumë është i madh. Në njërën anë dhe në anën tjetër. Në njërën anë, pra, ky personi që i ka gjitha këto të ligat, edhe po të kishte të hyra, edhe po të kishte të mira materiale, ku me ditë se sa, i shtjerën, sepse ky dal nga dal kalon edhe në lojrat të fatit. Ky shkon edhe në për kazino. Dhe kosto e jetës ti është shumë e shtrejtë. Në fund të fare, ky nuk ka pasuri. As nuk ka pasuri të vetën, as nuk ka pasuri të trashëguar nga baba i tij. As nuk ka rezervat të cilat ky person i ka kursyer nga të hyrat e veta. Ndërkaq ky tjetri ka pas një pagë shumë modeste, ka pas një pagë shumë të padinjitetshme edhe ndoshta. Mirë, po ti e sheh se me kalimin e kohës ky person arrin që me ato pak para të mbjetoj, dhe të jetoj. Dhe jo të mbjetoj dhe të jetoj, po dhe jeton mirë nga njerë, sepse ky pin një pije freskuese e cila i kushton me pak se €1. Ndërkaq ky tjetri pin një pije alkoolike e cila kushton mbi €10. Ky konsumon ushqim, pin çaj, ai tjetri pi dhe përdor
gjërat e tjera të cilat janë shumë të tmerrshme dhe të kushtueshme. Njëri është në vizitë tek familjarët e tij, ose është në shtëpinë e tij, por duke prit familjarët e tij që kanë ardhur për ta vizituar, kurse ky tjetri është në një kazino ku asgjë të dobishme nuk ka në jetën e tij. Kjo është si rezultat i shoqërimit me njerëz të mirë apo me njerëz të këqij. Pra bëhu rob i njerëzve të mirë e mos u bë shok i njerëzve të këqij. O biri im, thot, ti që kur ke dalë nga barku i nënës sate, veç ja ke kthyer shpinën dynjas dhe je nisur drejt ahiretit. Prandaj, je më afër asaj të cilës je drejtuar, se sa asaj që ke kthyer shpinën. Një mënyrë figurative për një këshill. Në momentin kur del nga barku i nënës, ke kthy shpinën dynjas. Je drejtuar ka jeta e cila njëherë është rritje, zhvillim, ngritje, pastaj është mplakje, vdekje tjera. Ky udhtim i joti çon tek ahireti. Atëherë dije këtë, dije peshën kësaj dhe mendo mirë se çfarë duhet të kesh parasysh, dynjan apo ahiretin. Largoju armikut, ruaju mikut dhe mos u fut aty ku nuk do të intereson, ku nuk ke nevojë. Pra, largoju armikut, ruaju mikut dhe mos u fut aty ku nuk të intereson. Me armikun, pra, mos u shoqëro, mos krijo raporte të mira, sepse të armiqson dhe ai edhe bregën tënde mund ta kesh përdorur, edhe hallin tënd që ti e çan me të mund ta kesh përdorur. Mund të shndrohet tregimi yt, hapja e zemrës tënde me të, në armë kundër teje shumë lehtë. Mund ta kuptosh shumë shpejt se nuk e ke më atë sekretin që mbaje në shpirtin apo në zemrën tënde, tashmë ato e ka dikush tjetër. Kur ajo që ka qenë te ti, ka qenë breng. Kur atë ja ke rrëfyer një mikut, e keni nda për gjysmë. Po kur atë ja ke dhënë armikut, ja ke dhënë armën kundër teje, sepse ai tashmë e di se si sulmohesh ti. E di se ku goditesh ti. E di mirë se ku të dhem ty. Andaj, do të kesh kujdes nga kjo. Por, ruaj edhe nga miku, në çfarë aspekti më ruaj nga miku? Mos u bë spirionc. Mos fut hundët tua aty ku nuk të takon. Mos u mundo që të gjurmosh rreth sekreteve të njerëzve. Edhe nëse është mik. Sepse një gjë të tillë nuk mund ta përballoj askush, nuk mund të thotë se je i mirëseardhur, urdhëro çfarë po dëshiron, çfarë po të intereson, e tjera të dish nga jeta ime private, nga jeta ime sekrete e tjera. Duhet të kesh shumë kujdes në këto gjëra e të mos lëshohesh asesi, sepse këto nuk të takojnë dhe nuk janë për ty. Nuk bëjnë dobi dhe men tadakhale fima la ya'nihi sami'a kalaman la yurdihi, thot një proverb arab, kush ndërhyn në atë që nuk i takon, do të marrë përgjigje, do të dëgjoj fjalë që nuk do t'i pëlqej. O biri im, thot, këshillën tjetër. Ai që më shiron, më shirohet. Ai që hesht, shpëton. Ai që flet mirë, fiton. Ai që flet të shtrembtën, ngarkohet. E ai që nuk e zotron gjuhën e tij, pra pendohet. Këshillat të çmueshme, secila më e mirë se tjetra. Ai që më shiron, më shirohet. Irhamu men fil ardi yarhamukum men fis samai. Më shirojni ata që janë në tokë, ju më shiron ai që është në qiell, është fjala për Allahun xhallal xhelaluhu. Ai që hesht shpëton. Imam Shafiu tha, shpesh jam penduar për fjalën që kam thënë, kur nuk jam penduar për heshtjen që kam bërë. I dërguari sallallahu alaihi wasallam thot,
men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut. E kush beson në Allahun dhe ditën e fundit, ose le të flet fjalë të mira, ose le të hesht. Nëse nuk ke diçka të mirë për të thënë, nuk është kush që të marrësh kohë dhe të flasësh. Nuk është kush që ti të jesh në epicentër të vëmendjes së njerëzve dhe që me çdo kush ti të goja jote të lëviz për të thënë diçka. Nëse nuk ke për të thënë gjë të mirë, atëherë goja le të lëviz, por duke bërë dhikr, duke përmend Allahun xhel xelaluhu. Ai që flet mirë fiton, ai që flet të shtremtën ngarkohet, dhe ai që nuk e mban gjuhën, nuk e kontrollon gjuhën e tij, pendohet. Jashtëzakonisht këshilla të çmueshme, të cilat do të flasin shumë për çështjen e fjalëve dhe bartjes së fjalëve, e pastaj gjuhës dhe mos kontrollit të saj. Ka shumë prej këshillave të çmueshme të cilat do të vazhdojmë edhe disa sot t'i përmendim pas një pauze të shkurtër. Qëndroni me ne, do të kthehemi pas pak. Rikthehemi të respektuar teleshikues për të vazhduar me rrjedhën e emisionit Popujt e Kur'anit. Jemi me Lukmanin e urtë dhe me porositë e tij, me këshillat e tij, por në këtë rast me fjalët e urtat e tij, me fjalët e çmueshme të tij, të cilat nuk janë përmendur në vargun e atyre porosive të tij që i dha djalit të tij, por janë në kuadër të thënieve që i gjejmë për literaturën islame, të shpërndara anë kënd, librave, edhe natyrshëm që aty, derisa ky njeri ka qenë i urtë dhe ka pas urtësi të shumta, gjejmë thesare të cilat janë shumë të çmueshme e që janë fjali që meritojnë të shkruhen si thot populli me ujë të arit e jo vetëm me ngjyrë të lapsit. Tre veta nuk njihen, thot, vetëm në 3 situata. 3 kategori të njerëzve mund t'i njohësh në situata të caktuara. Për shembull, thot, i mençuri në hidhrim, trimi në luftë dhe vllai yt kur ke nevojë për te. Mençuria është gjë e humbur e besimtarit. Do ta marr kudo që ta gjej atë. Mençuria të gjithë e duan dhe të gjithë trumbetojnë se e kanë. Thujse. Mirë po, ajo më së miri vërehet kur je i hidhruar, kur je i nevrikosur, kur ke dalë prej kontrollës. Pra në hidhrim, i mençuri duket se është i mençur. Nëse do të marrë një vendim, nuk do të marrë një vendim të aty para tyshëm, i cili vendim prodhon plot pasoje. Ai që është i mençur e kundërta, nëse nuk arrin ta mbizotroj veten në ato momente, të dalë emocionet e veta, e tjera, ai person me domos do të marrë vendime të gabueshme. Dhe çka duhet bëj? Duhet të ndalet, të stopoj, të mos vendos asgjë. E nëse arrin që përkundër hidhrimit që ke të marrësh vendim të duhur, të shpërfaqet në ty ndjenja e mëshirës, e tolerancës, e faljes. Atëherë e ke situatën krejtësisht ndryshe. Atëherë dhe vendimi yt është i mirëseardhur dhe do të jetë i shpërblyer. Trimi ku vrehet? Çfarë na vjen ky trimi që në od, në bisedë të lirë, ta rrah tavolinën? Çfarë duhet? Çfarë duhet kur kë flet me aq mburje dhe krenari, thuaj se të gjitha liritë e popujve kanë kaluar ka kë?
edhe jo vetëm të popujve, por edhe të individëve. Thuaj se këtë të ka shliru prej dikujt, thuaj se këtë ta ka hek armikun, thuaj se këtë ta ka shëru smundjen, thuaj se të gjitha mirësit kanë ardhur prej këtij. Çfarë është kjo trimje e jotja? Në kohë lufte, kur është mbytje jetë, vdekja aty, reflekton trimëria jote e vërtet dhe reale. Në odë të burrave, në ndaja me njerëz, në tavolin, në bartje të historive të rrejshme, që ti ke qenë ky dhe ai, jo asgjë nuk të sjell, nuk njihesh këtu. Ti mund të jesh trim, por nuk njihesh në paqe. Nuk njihesh në vende ku nuk kërkohet trimëria, a në luftë aty, bash aty ti e tregon trimërinë tënde. Dhe vllajët kur ke nevojë për te. Vllajët është fjala jo vetëm në kuptimin biologjik, por atë që e ke afër, atë që e ke të dashur, atë që e ke shok, mik, dashamir, ai reflekton më së shumti në ditët kur ti ke ngushtime. Letë është të ke shumë miq dhe shok në gjendje normale dhe reale. Në gjendje të stabilitetit mendor, shëndetësor, ekonomik, e tjera tjera. Por, ja kur jam ndonjëherë i sëmur, kur unë nuk jam në gjendje të bëj muhabet mirë, kur më vije era sëmundje, a je në gjendje të rish me mua disa minuta, a je në gjendje të me shoqërosh atëherë kur kam nevojë për shoqërimin tënd, a je në gjendje të solidarizohesh atëherë kur kam nevojë për paranë tënde, a je në gjendje të më japësh këshillën atëherë kur më mungon dija dhe më mungon eksperienca për çështje të kalim të një sprove që unë që përballem me te? A je ai që më gjindesh mua në ditë të vështira, në momente të vështira, apo je mik i mirë vetëm kur dy të kemi pasuri mjaftueshëm? Je mik i mirë vetëm kur të dy të jem të shëndetshëm, je mik i mirë kur të dy të jem në lumturi, e për gjëra të tjera kur afsha, mos u rafsha të popullit. Ka nga fjalët thotë që janë më të forta se guri, më të mprehta se gjelbëra, më të hidhura se sa sabri, durimi, më të nxehta se sa prushi, ka nga zemrat që janë e vreshta ndaj mbilljen në të fjalën e bukur, sepse edhe nëse nuk mbin të gjitha ato që ke mbill, mbin disa prej tyre. Këshilla të arta të çmueshme jashtëzakonisht shumë. Pra janë disa fjalë që janë më të forta se guri. Janë më të prehta se sa gjelbëra, ose më thumbuese, në gjurmë, do të kemi shumë kujdes nga njëherë kur të flasim, edhe në biseda të lira, sepse mund të marrim qafë një njeri afër nesh për diçka që ti ndoshta dhe nuk e ke shumë të qëllimshme, ose mund të jesh edhe fare i pa qëllimshëm në elaborimin tënd të çështjes së caktuar, por atë e prek, atë e ngacmon, sepse ai ka një problem të caktuar. Në kuadrët e fjalëve tona popullore, fjala është si domatja. Kur ti domatën e kafshon, ai mund të shpërthej në kahje të pa kontrolluar. Mund të stërpik, pra këtë që e ke në djathtë, po mund të stërpikësh edhe atë që e ke në të majtë, edhe atë që ke para. Andaj, duhet kesh kujdes, se disa fjalë janë të forta, janë të rënda. Disa fjalë janë thumbuese, janë ngacmuese e tjera. Disa fjalë janë të hidhura. Janë më të hidhura se sa durimi. Durimi është i hidhur, me duru të keqen, me duru të pakëndshmën, me duru ajo që nuk të pëlqen, natyrshëm se është e pa ka përdijshme, por disa fjalë janë edhe më të hidhura se sa vetë ilësia e durimit. Ka nga zemrat që janë vreshta ndaj mbille në të fjalën e bukur.
Gjen njerëz që janë në gjendje të marrin mësime prej teje. Vjen dikush me nejt, shkon dikun me nejt. Je dikun duke prit radhën, në shalter, je të mjeku, je në koridor, je. Gjen një njeri që është shumë i gatshëm të marrë fjalë prej teje, këshilla prej teje. Shfrytëzo rastin, mbjell se janë zemra të mira që mund të bëhet bima aty, mund të dalin fruta në të ardhmen aty. Nëse nuk mbijnë të gjitha, diçka do të mbijë. Pra, nëse çdo fjalë që ja thu dikujt, çdo fjalë të mençur që ja përmend dikujt, nuk e ka ndoshta personi kapacitetin edhe ta përballoj. Edhe ti kap ato, edhe ti përfill ato, edhe ti praktikoj në jetë, megjithatë mos u zemro, mos u pikëllo, sepse mjaftojnë disa fjalë të tjera që të zënë vend dhe t'i kujtohen këshillat e tua, të dobishme që ditët ja japësh në momente shumë delikate, në momente kur ai e kishte zemrën të hapur, e kishte, sikur ta themi, fletën e tij të bardhë dhe lapsin që ta dha në dorë dhe tha shkruaj çfarë të duash. Pra, nëse nuk e ka mbajtur mend çdo tekst që ja ke shkruar, mjafton disa sosh që i ka mbajtur në mend. O birim, ruaju gënjeshtë sepse gënjeshta ta prish fen, ta pakson respektin tënd të njerëzit e atëherë të humb turpi dhe dinjiteti. Është interesante çështja. Ruaj nga gënjeshta. Ruaj nga gënjeshta sepse gënjeshta e prish fen, e vërtet është. Njerëzit që janë të prirë të jetojnë me gënjeshtrën, janë në gjendje të paksojnë adhurimin e tyre, ibadetin e tyre. Për këtë arsye i dërguari sallallahu alaihi wasallam te gënjeshtra dhe dëshmia e rreshme, qaul az-zur, e ka thënë te agjerimi, men lam yada qaul az-zuri wal amal bihi فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. Thot kush nuk është në gjendje që ta braktis në ditën kur agjeron, edhe dëshminë e rreshme dhe veprën sipas saj, atëherë Allahu nuk është i nevojshëm që kë të hek dorë prej ushqimit dhe pijes. Por nuk është qëllim parësor të Allahu xhalla xhelaluhu që ti ta durosh urin, ta durosh etjen. Nuk është qëllim me agjerimin që ti të maltretohesh. Qëllimi me agjerimin është që ti të edukohesh. E nëse nuk je në gjendje që ta lësh gënjeshtrën, atëherë asgjë s'ke bë. Pra, ne me agjerim mundohemi që ta godasim thellë, pra me këtë lloj të ibadetit, ta godasim ndjenjen për gënjy. Kur ne na rritet fetaria, rritet ndjenja e gënjeshtrës. Kur rritet gënjeshtra, bjen fetaria, bjen adhurimi. Dhe jo vetëm kaq, të paksohet respekti ndër njerëzit. Po, njerëzit kur e dinë se ti nuk e ke problem me fol edhe atë që nuk është, edhe ashtu qysh nuk është, atëherë nuk kanë edhe shumë arsye për të respektuar. Pse të respektojnë? Pse ata të çmojnë ty? Pse ata të mendojnë ty se ti je besnik dhe je i fjalës dhe je i veprës dhe je i premtimit e tjera tjera. Pse ata të mendojnë se ti ke burrni? Asesi. Ata e dinë që ti gënjen. Ata e dinë që ti e lëshon vetëm para Allahut xhalla xhelaluhu lir, natyrshëm. Pse ata ty të çmojnë edhe të trajtojnë në nivel më të lartë? Asesi jo. E pastaj, kur ndodh kjo të humb edhe respekti njerëzve, pra si rezultat i gënjeshtës, atëherë të humb edhe turpi. E aty ku nuk ka turp, nuk ka asgjë të mirë të hajrit. Ku t'jen turpi, peshon në çështja. Bëhet më e çmueshme, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Turpi, domethënë, është pjesë e fesë, pjesë e imanit. Njeri që nuk ka turp, pastaj është në gjendje të veproj,
çfarë ti teket, çfarë të doj, çfarë ti shkojnë në mendje. Sepse turpi njerin e ndal, turpi njerin e edukon, turpi njerin e kufizon prej veprimeve që mund t'jenë ndonjëherë shtazarake, që mund t'jenë jo njerëzore, që mund t'jenë të pa duhura, të pa dashura, të pa nevojshme, e tjera, e tjera. Tup po ashtu edhe digniteti, tup edhe njerëzillëku e kësaj. O biri, shoqërimi i njerëzve të këqij, rrugaç, është sigur se çështja e qenve. Nëse gjejmë të tetë diçka të mirë, ta hanë. Por nëse nuk gjejnë diçka të mirë, të shajnë e të poshtrojnë, nga se dashuria mes tyre është e përkohshme. Fjali që nuk mund të thuhet as pak më shumë, as më pak. Shoqërimi i njerëzve të këqij është sikur me nejt me qend e ndasak që i themi. Pse? Ata janë në gjendje të vinë mastej kur ti ke diçka të çmueshme, të hajnë të marrin atë që është e çmueshme te ti, e kur e marrin atë pastaj të braktisin se ti më nuk ke vlerë as për ushqim të kafshës, as për ushqim të egërsirës. Kësaj pra ata edhe janë gjendje të të poshtrojnë, sepse dashuria mes tyre është e përkohshme. El-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Allahu në Kur'an thot, dostat, shokët, miqt e afërt, ditën e gjykimit do të jenë armiq për njëri tjetrin, për post të devotshmëve. Pse dostat, pse miqt jenë armiq në ditë gjykimit? Sepse këta nuk ishin miq të ahiretit, këta ishin miq të dynjas. Këta ishin miq të përkohshmes. Kur përëndon ajo që ishte në këtë botë, përbashkues i joni, përëndojnë edhe interesat që ne të qëndrojmë bashkë. Kur ne do të dalim para Allahut xhallal xhelaluhu në ditë gjykimit dhe do të kuptoj secili prej nesh gabimin që ka bërë, do të kuptoj secili prej nesh pastaj se kush ka kontribuar në atë gabim që ka bërë, çështja keqe sikur përmenda apo çfarë ndikoj. Të gjithë faktorët kur do të merren parasysh dhe kur unë e di se kush ishte fajtori që mu me pruri deri në këtë vend, atëherë ja uajleta, lejteni lem ettekhidh fulanin khalila. Do të thëmë në ditën e gjykimit ose në mënyrë figurative që Allahu përshkruan yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi. Atë ditë kur zullumçari është në gjendje t'i kafshoj durët e veta për i trishtimit që ka dhe thot ja uajleta, oh mirë për mu, lejteni lem ettekhidh fulanin khalila. Sikur mos e kisha filanin shok mik. Pse? Pse është kaq pishman në atë ditë që është shoqëruar me dikënd, sepse shoqërimi me të e ka bërë narkoman. Shoqërimi me të e ka bë pianec. Shoqërimi me të e ka bë lavir të pamoralshëm. Shoqërimi me të e ka bë hajn, llopov, vjedhës. Shoqërimi me ta e ka bërë që të vuaj shumë vite në burg për faje, cilat nuk mund ta ngrej kokën lart ndonjë ditë. Nuk është burg politik, patriotik që për çështje të caktuara të çmueshme është mbajtur padrejtisht në burg prej armikut padrejtisht pra. Përkundrazi, veprat e tij të këqija janë që kanë futur në burg. Ato veprat të këqija ky i mësoi dikun, ja kultivoi dikush. Dhe ajo është që ty të bën pra që në mesin e miqve të tillë dhe shokëve të tillë, ajo dashuri të jetë shumë e përkohshme dhe të jetë shumë afat shkurtër. Ndërkaq illa al-muttaqin për post të devotshmëve. Të devotshmit do të ngrejnë kokën lart dhe do të mburren po ashtu edhe me dashurinë që kanë pasur për njerëzit për hir të Allahut. Nuk do të mburren tani më veç në ahiret vetëm për ibadetet e tyre, vetëm për adhurimet e tyre, vetëm për leximin e Kuranit dhe për kushtimin ndaj Allahut.
ata do të mburren edhe për shoqërinë e mirë që kanë pasur. Sepse shoqëria e mirë është ajo që i ka sjellë ta në atë ditë dhe në atë moment. Po lexojmë edhe një fjalë tjetër të urtë të Lukmanit, e që është e fundit për këtë radhë. Falenderoj, thot, atë që të ka bërë mirë dhe bëj mirë atij që të ka falenderuar, sepse të mirat nuk mbeten nëse mohohen, ndërsa nëse falenderohen, ato vazhdojnë të qëndrojnë. Pra, kjo ishte edhe në kuadër të ajetit të Kur'anit, që u përmend më herët se ne do të jemi dhe falenderues, edhe që u përmend pra në javën e kaluar e kemi fjalën, që duhet të jem falenderues ndaj Allahut xhalla xhelaluhu për mirësitë, por edhe falenderues edhe ndaj njerëzve. Falënderimi mund të jetë fjalë dhe mund të jetë vepër. Falenderoj pra ata që të kanë bërë mirë dhe bëju mirë atyre që të kanë falenderuar, sepse të mirat nuk mbeten nëse mohohen, pra nëse ne ja humbim vlerën, nëse ne e përgënjeshtrojmë një të mirë, ajo nuk mbetet më e tillë, ndërsa nëse falenderohen, ato vazhdojnë të qëndrojnë, madje në kuadër të kësaj, Allahu na tha edhe shtohen më shumë. Allahu na bëft prej njerëzve që marrin mësime prej njerëzve të mirë të urtë, sikur që ishte Lukman Hakimi, Lukmani i urtë, e që Allahu rrëfimet e tij, emrin e tij, edhe porositë e tij i solli në Kur'an, e ne sonte dështëm që ti bartim edhe disa porositë të tij në vigjilje të muajit të shenjtë të Ramazanit, duke ju uruar të gjithëve për ardhin e këtij muaji dhe për përkushtim dhe adhurim të dinjitetshëm në të. Ju lëmë në kujdesin Allahut. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.